Botrori 2026 ka nisur me spektakël dhe emocione në SBA, Kanada dhe Meksik. Sfidat e para kanë prodhuar golat e shumë dhe emocione. Me mua në studio ditën e sotme do të kemi dy gazetarë, kolegë, me të cilët do të analizojmë dhe sfidat e para, fitoren e jashtëzakonshme të Gjermanisë, si dhe barazimet e Brazilit apo dhe të Holandës. Enrico Gabaj me mund të tjetë sot në studio për të analizuar dhe sfidat e para ku kanë prodhuar golat shumë, nuk e di se sa është i kënaqur. Shëndetje Rozal, faleminderit për ftesën, i kënaqur. Unë e kam parë këtë nisje të botrorit, le të themi thjesht si një nxemje, se mund të themi kështu si një start, jo shumë i fortë, kështu që deri tani nuk më ka dhënë ndonjë lloj emocioni shtesë për së vërtetës, mbase jemi shumë shpejt për të diskutuar këtë pjesë, por kam idenë që në vijim kur të shohim xhiron e plot, xhiron e parë, pra atëherë mund të kuptojmë edhe një ide deri diku se kush bën diferencën. Gjithashtu me ne është edhe Kadri Birja, ish portier, tashmë edhe pjesë e Akademisë së Tiranës, ku ka pasur një sezon shumë të mirë. Faleminderit për ftesën. Nuk e di si e ke parë këto sfida të para, i ke ndjekur apo ke pasur vështirësi edhe në aspektin e orarit? Po, me të drejtën pak oraret kanë qenë probleme të drejtën për të parë të gjitha ndeshjet, po ato ndeshje që jemi mundur me pa në oraret e pranueshme të paktën për ne këtu në Shqipëri. Dhe unë jam dakord me Enrico në këtë pjesë që është akoma për të mbaruar ky xhiro parë e të gjithë skuadrave, pastaj për të parë dhe për të shikuar të paktën pretendentët, sepse normalisht pretendentët do dalin që në fillim në pa, po për të shikuar dhe lojën dhe zhvillimin e futbollit që kanë të paktën këto ekipet kryesore. Ka rënë pak ajo, është vërtet që ka rënë pak entuziazmi për këto ndeshjet e para, sepse në oraret kryesore të paktën që kemi pasur nuk kanë qenë dy shtete shumë të mëdha që ne edhe mund të shikojmë futboll, por kanë qenë dy shtete që mundohen në të gjitha oraret që kanë qenë, paktën kanë qenë skuadra që kanë dashur të grumullojnë pikat apo të sigurojnë paktën një kualifikim dhe jo ato ekipet pretendente që ne i themi. Enrico, 38 gola në 12 ndeshje me një mesatare 3.17 gola. Nuk është surprizë, Rozal, ne e tham pak tani e para një më vjen keq se si ne nuk morëm dot pjesë, sinqerisht, 48 skuadra. Duke parë, domethënë, një zhgënjim që mua më ka thënë personalisht Turqia, pse jo mund të mos ishte Kosova në vendin e saj. Megjithatë tashmë ajo i takon të shkuarës në përgjigje të asaj pyetje që ju bëni, aty nuk ka vend për surprizë. Ata çfarë prisni ju në Gjermani Curaçao, që domethënë 7 gola i prisnim gjithë, ne po kishim dyshimin nëse do të bëshim më shumë apo edhe mos pësonte. Edhe pse Enrico trembët pak gjatë ndeshjes në kur barazoi. Shiko, ai goli parë tregon shumë dhe i vetëm për Curaçao. Tregon vetëm në aspektin sepse nëse do të shënohej, kur ndeshja ishte 6-0, 7-0, nuk do të kishte asnjë problem për faktin se kanë në vlerësim, ka një ndeshje të mbyllur, por kur ti je 1-0 dhe të shënon një skuadër si Curaçao, menjëherë, nuk e di nëse Birja është dakord, nisin tregojnë problemet e para mendoj të kësaj Gjermanie. Pavarësisht golave të shënuar, unë them që nuk mund të cilësohet tek pretendentët. Por sa i përket numrit golave, nuk është ndonjë surprizë me Curaçao, me Haitin edhe pse bëri paraqitje shumë të mirë, apo dhe me ekipe tjera ku disniveli është shumë i madh, natyrisht do të kesh festival golash, kështu që kjo nuk ka diçka të re. Duke parë statistikat, kemi 3 futbollistë me nga 2 gola, Balogun, Havertz dhe Ajari. Nuk e di, Kadri je i kënaqur nga këto futbollistë, prisje diçka më shumë nga të tjerë, nga këto pak ndeshje që kemi parë deri në tani. Po shiko, më rezultativi nga këto është sulmuesi meksikan mos gaboj, ai Amerikës, më falë, sulmuesi amerikan që ka shënuar 2 gola, kurse pastaj ke Gjermania në 7 gola të shënosh 2-1 nga sulmues kryesor, nuk besoj se bëni një surprizë madhe, një diferencë madhe, mund të shënonte edhe 3 ose mund të ishin edhe 2 lojtarë që mund të shënonin 2 gola. Kështu që edhe ke ekipi suedez sa për të prek pak këto pjesën e këtyre shteteve të vogla dhe për qoftë për Curaçao apo qoftë për Katarin, me të drejtën Katari kundra Zvicrës bëri atë surprizën deri në këtë moment që jemi. Ishte një ekip që mua realisht më pëlqeu se si mbronte dhe se çfarë niveli kishte për tu përballur kundra Zvicrës, dhe pse Zvicra mos gabosh kishte 28 goditje në port, gjë që nuk i kishte në asnjë europian apo botror Zvicrës që të kishte aq shumë goditje në port. Po unë mendoj që me një trajner shumë të mirë siç e ka Katari, unë mendoj që i kishte bërë një ekip kompakt dhe një ekip që realisht me këtë pikën jo se do jetë një kockë fort, po ekipi që do të ketë përballë do mendohen mirë dhe do ta shikojnë Katarin si një ekip që mund t'i prishë punë dhe t'i japi punë. Enrico, për të kaluar te plaga jote Gjermania,
Ditën e dieshme pami fitore spektakolare 7-1. Nuk e di si e pe ndeshjen në aspektin e lojës, prisje diçka më shumë nga ndonjë futbollist. Po ndeshje të tilla nuk besoj se ndaj këtyre kundërshtarëve nuk mendoj se duhet parë shumë rezultati. Ti shënon 7 Curaçaos është si ti kesh bërë një gol Bregut fildisht apo një gjysmë goli Ekuadorit. Të paktën unë kështu e llogari, sepse ishte skuadra e vetme, unë e kam parë edhe në momentet kur ishte kualifikuese drejt Kupës Botës për Curaçao dhe për të parë se çfarë niveli ka një ekip i shullor, domethënë mos e merrni fare si një simace. Pra nëse Gjermanin ju ose opinioni e sheh me këtë paraqitje si një skuadër që është pretendente, kjo është e gabuar. Mbasi nesër mund të fitoj botrorin, nuk e diskutoj, por kjo ndeshje ka një detaj interesant, një simace. Është hera e dytë që Gjermania fiton 7-1 pas Brazilin në 2014-ën. Ndoshta mund të jetë edhe një, domethënë një. Nëse do ishte kundërshtar tjetër po. Por nëse flasim për ekipet të këtij niveli, Curaçao, tani Birja foli me superlativa për Katarin, okay, ka individ të mirë, Haitin e Merat, unë prap apo edhe Tunizin, ndoshta nuk i shoh si një simace. Gjermania kishte probleme. Unë besoj se Gjermania po të shikosh dhe të analizosh gjithë ndeshjen, natyrisht e vuri përpara një skuadër që me shumë pak kualitete, me një pjesë lojtarëve si Jurgen Locadia apo edhe ndonjë lojtar tjetër që ka luajtur në nivele elitare në kampionatin anglez apo edhe në liga tjera, në top 5 ligat evropiane. Pjesa tjetër pastaj janë futbollistë që domethënë diferenca besoj në nivel mes Gjermanisë dhe Curaçaos. Unë do t'i kënaqesh ai fitore 4-0, e mbajtur larg kundërshtarin, treguar balancë në të gjitha repartet, dominosh dhe kaq. Sepse Gjermania me këtë ritëm vjen. Unë them ka një lloj unë e krahasoj pak edhe me Bayernin. Kur Bayerni është dobët ose të paktën është ideja ime, edhe kombëtarja ndikohet drejt për drejt, sepse po të shikoj dje 5 lojtarë ishin të Bayernit që luajtën dhe ka një ndikim drejt për drejt. Unë kam iden në Rozalp, kam qenë nga ata të parët që kur Julian Nagelsmann ka ikur nga Bayerni, kam thënë ky është gabimi i madh i drejtuesve, po kur shoh që në kaq ndeshje, në kaq vite nëse zgaboj me kombëtare nuk ka prodhuar asgjë, mendoj se nuk është i duhur për ta çuar skuadrën drejt. Unë ajo që mendoj që duhet ta shikojmë Gjermaninë është që kur të psoj nga një ekip tjetër, edhe jo nga Curaçao që kishte mundësi për të kthyer. Do të shikojmë reagimin e Gjermanisë se si do reagoj kur ndeshja mund të shkojë 1-1 ose kur ndeshja të shkojë në dizavantazh. Po pra, kjo është duhet pa Gjermania e vërtet, domethënë sepse është vërtet ai që tani Enrico shpar që të psosh një gol nga Curaçao, nga një ekip që modest, realisht modest, është patjetër që është një plagë e madhe, sepse është e vërtetë që ti nuk psove të goli mas një rezultati 5 ose 6, që edhe pjesa e seriozitetit në kuptimin e mirë të fjalës bien, sepse përqendrimi nuk është po njësoj, por kur ti je 1-0 dhe akoma nuk e di, po posa saj, pa në një ndeshje Zvicra Katari që edhe këto ekipet i shikojnë këtë gjë që mos t'i lënë deri në momentin e fundit. Kur ti të barazon dhe mos harrojmë që golin e dytë e bëri nga fundi i pjesës së parë, nuk është se po shënoi direkt, domethënë këtu do ta shikoj unë reagimin e Gjermanisë dhe punën e mirë të trajnerit, dhe pse edhe unë realisht që ky trajner Nagelsmann nuk është se kam një simpati të madhe edhe për futbollin e treguar, po dhe për lojtarët që shikoj edhe në zgjedhjen e lojtarëve që nuk është se domethënë më duket pak tipik gjerman në këtë. Lojtarët ata janë birja tani nuk ka çfarë bëj. Kapemi për lojtarët në edhin e formacionit të 11 lojtarëve, për shembull disa lojtarë më kryesorë për shembull i la pushim siç mund t'i quajmë ne kryesor, sepse mbase për trajnerin, për stafin teknik nuk janë kryesorë. Interesant ishte fakti dje që ishte te skuadra e Curaçaos ishte trajneri më i vjetër Dick Advocat dhe te Gjermania kishim trajnerin më të ri që është Julian Nagelsmann gjatë këtij turneu. Nuk e di sa ndikim beson që ka kjo apo nuk ndikon as pak. Eksperienca e Advocat nuk ndikoi në këtë ndeshje. Po shiko, unë mendoj që Advocat ka bërë punën e vet më të madhe, ka çuar ekipin në botror dhe kjo është arritje e madhe për atë si trajner, për qoftë dhe për Curaçao si ishull atje. Unë mendoj që po të shikosh dhe në futbollin modern tani po hyjnë më shumë trajnerët e ri me një energji të re dhe me një lloj filozofie tjetër të futbollit. Advocat patjetër që është një trajner me eksperiencë, nuk e di tani Niku mund të korrigjoj, mund të kenë mbi 1000 ndeshje në drejtim, kështu që patjetër ka vite që drejton, por mendoj që nuk është më në
në atë rifleksimin e ri të trajnerëve siç janë, pothuajse po të shikosh tani trajnerat, po trajnerët që po bëjnë mirë janë nga mosha 35 e sipër. Nuk ka mo trajnera 60 vjeç përveç ish Ancelotin, që dha Ancelotti, nëse do në virazi për të diskutuar të Brazilin dhe Ancelotti prap me atë Brazil që ka la shumë për të dëshuar në zhvillimin e futbollit. Që trajnerët e ri po bëjnë mirë edhe po fusin ato energjitë e reja që duhet në advokat nuk ishte çfarë të bënte se, okay, ju do thoni që mund të mbrohesh sepse nuk i ke kualitetet e Gjermanisë. Provoj ta kundërsulmonte, provoj të mbroje, provoj. Ai ishin energji 30 minuta edhe ta vendos në presion, po shikoj pak minutat e para, por aq që ka kualitetin kjo skuadër. Ndaj e themi, tani është nuk e di, është çmenduri, themi ne me tike lojtar si Musiala 130 milionë euro, ke një dështak si Sané që prap vlen dhe për mua shpika e dobët e kësaj Gjermanie, ke një mbrojtje, po them Jonathan Tah, Schlotterbeck, Emerat, lojtarë që kërkojnë nga Real Madridit, luajnë me ekipet më dha, përjashton një Neuer 40 vjeçar, pjesa tjetër janë në kulmin e karrierës. Kështu që nuk ke se çfarë ti kërkosh. Jo dika advokat, kushdo të qe aty, nuk është se çfarë bënte. Pastaj Julian Nagelsmann nuk do shihet në këtë ndeshje. Ndoshta as në 32-at që sepse shumë e thjeshtë për të kaluar grupe. Domethënë ky botror ti jep mundësinë që të kalojë kaq shumë skuadra. Dhe po të them Gjermania vetëm me ato pikë që i ka marrë, me ato fitore që i ka marrë, Curaçao nuk e diskuton. Unë kam idenë që as vetë Gjermanët nuk e mendojnë që do hasin vështirësi në kalimin e grupit. Por Gjermania duhet parë në fazat e mbarshme. Për mua një test shumë i mirë me çka kam parë ditën e dieshme mund të jetë Bregu i Fildisht. Aty ju do të kuptoni pak nivelin e kësaj Gjermanie. Nëse i shënon 7 Bregut, atëherë mund të themi që është pretendent. Por kjo është deri ku mendon se mund të shkojë kjo Gjermani sipas mendimit tënd? Me atë çka shoh, kam idenë që po them nuk e di, ndoshta as mes 8 më të mirave nuk e shoh këtë vit. Qofsha i gabuar, urojt jemi gabuar, thash, unë gjithmonë e kam ndjekur skuadrën e Gjermanisë hap pas hap, por nuk më bin më as trajneri. Jemi në një pikë kur shikoj Joachim Löw me Gjermaninë, me lojtar deri ku eksperienca e ndërthurur me talentin, të jepte një një lloj shpresë. Një shpresë, të jepte një kënaqësi që po kjo skuadër mund të bëjë mirë, por kur unë e shoh tani një ekip që bazohet akoma tek lojtar si Leroy Sané, po të ishte Sané i mirë, nuk kam asgjë personale kur Sané ku jemi ne, por nuk mund ta mbash si yllin në thonjzat kësaj skuadre. Domethënë ta kesh titullar një lojtar si Sané që luan tek Galatasaray kur ka mjaftueshëm lojtar brenda ekipit. Nuk po them se ka lënë yje jashtë. Përveç Lennart Karl që psoi dëmtim, pjesa tjetër unë mendoj që Nagelsmann për këtë nuk e gjykoj, ka marrë lojtarët më në formë. Po dhe po shikosh këto ekipet kryesore pak a shumë shikosh, kanë pothuajse sepse ne e dim shumë mirë këtë pjesën e mekanizmit që si mund dalin tani ekipet me 3 pikë, pothuajse janë dhe vendet e treta më të mira. Jetë 80% i kualifikuar, por mos harrojmë që Gjermania tani qoftë me barazim, pastaj ndeshën tjetër i bie që nuk e ka problem fare, kështu që ky do jetë çik problem. Po more 3 pikë ke mbyllur bie. Ky do jetë çik problemi më madh për ekipet e mëdha, sepse me një 3 pikë që mund ta marrë që ndeshjen e parë, për shembull Gjermania, që Gjermania është 80% e kualifikuar tash, domethënë ke këto 2 ndeshjet e tjera, varet sa i fokusuar do jetë dhe varet sa futboll do jepi, kurse kur ka qenë më pak ekipe kanë qenë sepse mbaj mend Italinë 2006 me 3 barazime me 3 ekipe shumë forta, shkoi mori, po doli me 3 barazime, aman i kishte ndeshjet që të forta që në fillim, kurse Gjermania tani edhe Bregun e Fildisht, unë nuk e shqyr mac për Gjermaninë. Deri diku tregon formën. Tani unë nuk po them që tregon se është apo ishte vendi 32 ose 33 i FIFA-s. Tani shikoj në fushë mos e nëse Gjermania do jetë një nga pretendentët, se ka emër të madh. Çfarë Gjermanie po thua? Nuk kemi Gjermani 2014 ashtu. Nuk kemi Gjermania. As Gjermania Klinsmann, nuk kemi as Gjermania ndonjë. Gjermania që ju sa përmendet kanë futbollistë më të mirë. Jemi nga Gjermania që është eliminuar nga Korea e Jugut. Ka Sulmusin që shkoi deri në finalet të Champions League-s. Ka një nga lojtarët më të mirë që luan te Liverpooli. Ka gjithë pothuajse 5 lojtarë të formacionit Bayernit, sapo e thotë Bayerni për mendimin tim, këtë vit ka bërë futbollin më të mirë në Europë për mendimin tim, si e shikoj. Unë domethënë Bayerni do kishte marrë trofe. Okej, kjo është problemi i trofeve. Problemi i trofeve sepse në ato ndeshje hyn dhe pak se po kalojmë tani ke Bayern, hyn dhe pak eksperjenca e trajnerit. Unë mendoj që eksperjenca e trajnerit si
Luis Enrique mundi trajnerin e Bayern kompani për eksperiencë, ama për futbollin e treguar, më beso, ishte Ancelotti me këtë Bayerni që ishte, tu përballte kundra Paris Saint-Germain me këtë Bayern në moment, më besoj që ishte shumë e vështirë. Tani ti po më thua mua që bregu i Fildish, që është skuadra. Nuk jam dakord me ty që thosh Gjermania nuk e shoh as në teçe, flas me lojtar që ka brenda, sepse jo si emër Biri. Hajde të ti nxjerr një teçe tani edhe me lojtar. Enrico ndoshta bazohet te forma futbolliste, për shembull Musiala nuk është në formën e vet më të mirë. A pa gjë nga Musiala dje përveç golit. Okej, tani e llogaritim që kjo ndeshje nuk është pavarësisht se deri në finale Champions League, që në gol është lojtar më fort. Po nesër nuk të pyet njëri Biria deri ku luajt, po nesër thot ku eliminuar Gjermania? Po them e 16 apo ma një herë. Nuk po diskutojmë se unë di shumë që në futboll ka matematik 2-2 bën 4, se në futboll 2-2 bën 5. Po them në emër, në tërësi, në futbollistë që ka përbërje Gjermania, unë patjetër që unë, siç mund të analizoj, mendoj që mund të ketë 8 skuadra më të mira si Portugalia, si Anglia, si Spanja, si Franca, pastaj. Është pretendente. Jo pretendente, unë po them deri ke teçë, se pretendente pastaj varet si merr futboll, se futboll në herë merr dhe që ti mund të shkosh dhe me penallti atje, mund dalësh me parazime, mund të shkosh. Po nuk të ngro loja, nuk të ngro mbrojtja, nuk të ngro taktikisht, nuk të ngro asgjë pra. Kjo mua më tregon që kjo skuadër nuk do të shfaqen tani ka dhe një gjë, ka dhe anën e mirë medaljes, sepse edhe Gjermania po mos shënonte ka shumë gola, ndajsa ne do tonim një Gjermani e varfër, nuk shënoi, kështu që i ka të dy anët e medaljes dhe nuk është mat shumë i mirë për një ekip, aman edhe e ka dhe anën e mirë tjetër medalje që shënojnë, domethënë bëri punën e vet, shënoi 7 gola një ekip pretendent, shënoi 7 gola, domethënë sepse fati i ka rënë kundra Korças, Birja, shëno 4 ndaj Bregut Fildish. Enrico, shëno 4 ndaj, më fal, Rozalta përfundoj. 4 shëno Bregut Fildish, shënoj dhe Ekuador, dil me 9 pikë dhe atëherë doli ko grupi i ka. Te po themi pra, sepse duke qenë se ka ndryshuar komplet sistemi tani, Gjermania mund të bëjë dhe mund të fusë dhe mund të ripërshkojë lojtarët, mund të bëjë, domethënë qoftë dhe i barazimi duhet dhe siguron, sepse nuk është se për shembull për mua grupi më i fortë që unë po shikoj tani për momentin këtu janë dy, është grupi D dhe grupi F, që janë 3 skuadra që si Suedia, si Japonia, si Hollanda janë 3 skuadra që do pretendojnë të dalin të dalin. Ashtu dhe SBA-ja, Australia, 95% shanse ekipet kryesore, unë mendoj që e kanë pak më të lehtë në këtë sistem ri sepse i kanë një skuadër, kuptimin thonjë ato dobët në grup, edhe që mund të marrin edhe 3%. Për të mbetur te ekipet favorite, këtë edicion është cilësuar favorite e madhe Holanda, e cila mbrëm ngecën në barazim 2-2 kundër Japonisë. Kjo ishte prova, ndoshta do të thoya prova kryesore për ekipin e Holandës apo unë mbase në nivel po rezultati tregon që skuadra nuk kanë pasur diferencë Rozal. Dhe ky është një lloj treguesi ndaj lojës, fakt tregoj që diferenca nuk janë shumë të mëdha me Japoninë. Pikërisht, edhe unë jam me idenë dhe me mendimin tuaj që edhe ka qarkulluar. Në fakt Holanda e pres tek mbase tek surpriza një emër si Holanda nuk është më surprizë, por tek skuadrat që do të bëjnë mirë dhe unë e shoh që mund të shkojë edhe më larg se Gjermania. Pak në mendimin tim. Unë e shoh disi të ngjashme, do të thoja me Gjermaninë, ka një grup futbollistësh të ri, të talentuar dhe domethënë janë të ngjashëm për nga cilësia, por se sa do shkojnë, ajo mbetet ta shohim. Asnjëra nuk ka shkëlqim, po mirë, edhe është në fakt edhe ajo që thot pak Birja, po të shikosh edhe grupi përjashton një Tunizi, Suedia me domethënë ju e nisën në Hollandë, unë do të flas pak për Suedinë, mënyra se si erdhi deri këtu me atë ligën e kombeve që e ndihmoi me kualifikuesit e botrorit, nëse s'gaboj që duhet ta kenë mbyllur e fundit. Dhe u kualifikua me barazime, shkon në play-off, dhuron një performancë mrekullueshme. Vjen Birja, shënon 5 herë në debutimin në këtë kupë bote, duhet tek ato skuadra që futbolli është i paparashikueshëm se Suedia pothuajse që mbasi e mundi Kosova 2 herë, pothuajse humbi shpresat komplet. Dhe e mundi Binçëm në të dyja ndeshjet. Por që ajo që po të ndalu pak e Hollanda Japonia, për atë që kam parë unë mendoj që ka qenë ndeshje më e bukur. 2 herë në avantazh Hollanda, 2 herë barazoi Japonia, kishte ritëm, kishte aksione, luftë fortë. Priti nga portierat, domethënë ishte futboll jashtëzakonisht shumë i bërë, pak nga momenti që kemi parë futboll, që kemi parë deri në ditën e djeshme që pam futboll vërtet. Ekipet aziatike kanë karakteristikë të futbollin e shpejt, po ti shikosh fizikisht janë shumë lartë. Edhe pothuajse janë pak a shumë si futbolli anglez. Dhe Korea atë ditë bëri një paraqitje jashtëzakonisht shumë të shpejtë me të bukur kundra. Nuk e di si u duk goli i dytë, interesant sepse erdhi
erdhi nga Japonia, e cila ka futbollist më të shkurtër se Po, sa dhe ishte me ekipi devijim, Holandës në fakt. Me dhe devijim. arriti të shënonte. Edhe u godit me kokë, u devijuan po me kokë nga futbollistët e japonez që ja bëri më të vështirë Hollandës, po ajo që doj mendoj unë të Hollanda që pothuajse Japonia 2 herë ishte e rrezikshme në zonën e Hollandës dhe 2 herë shënoi gol, kështu që mendoj që problematika më e madhe e Hollandës do jetë, edhe pse mendoj që ka një nga mbrojtësat më të mirë në botë, po problematika më e madhe është që me një ekip 7 shkurtër si Japonia dhe ti në vëllë standardet sosh gole realisht është. Kam ide mos ka pas një lloj numërsimi aty Birja, jo për rezultatin, jo për kundërshtarin, por ndoshta minuta 88 ndoshta disi u përgjumur nga fundi. Edhe pak base përgjumur. Po nuk besoj. Edhe sidomos në goditje standarde Holanda nuk është tek skuadra që mund të shojë gole. Edhe me futbollistët që ka brenda Holanda, me atë cilësi, me ato ekipe që nuk besoj që në vlerësoj minutën 85, më vlerësoj deri në minutën 20-25, po në 85-ën ato e din shumë mirë çfarë rëndësie ka ato minuta për futbollin për të mbrojtur ato, po unë mendoj që nuk e kam prit në këtë mënyrë loje japonine, e kam prit më ndryshe, e kanë analizuar më ndryshe mendoj unë dhe i ka dalë jashtë parashikimeve komplet. Dhe edhe pse e kërkonte shpesh thellësi nëpër zona Japonia, kërkonte ato hapësirat, kam pak probleme me emrat të futbollistëve japonezë, por ishte kapiteni një nga ato lojtarë që krijonte shpesh hapësirë për dy wingrat djathtas dhe majtë japonisë, dhe kjo gjëja besoj se ja bëri pak ndryshe nga Europa nuk luajnë me emra, këtë ka futbolli aziatik. Domethënë po të shikosh nuk është mund të kesh lojtar po them si Kubo apo emra të tjerë të rëndësishëm, Kamada, Emerat që shënoi dhe golin, por nuk është se janë shumë të bazuar tek emra. Po të shikosh ka të njëjtën vlerë po them si një sulmues që mund të luajë në top 5 ligat, po marrin po themi shembull apo edhe me një lojtar që mund të luajë në ligën e Ajo që futbolli aziatik bën ndryshe nga Europa. Niko, ajo çfarë që pëlqeu edhe Korea dhe Japonia, domethënë kanë filluar të ndryshojnë komplet sistemin e lojës. Domethënë janë bërë edhe qoftë pse kanë trajnerë vendas, realisht kanë po krijojnë një futboll bukur. Edhe Korea tani kishte një nga ato lojtarë që dha asën shënoi dhe golin numri 6 i Koreas, po qoftë dhe numri 10 dje japonisë, ishte nga ato lojtarë që bënte urën lidhse mes fushës, mbrojtjes dhe sulmit, domethënë gjë që në futbollin aziatik ka pas probleme shumë kjo gjë, që ti të kesh një lojtar që të organizojë pothuajse të gjithë lojën e skuadrës së. Kështu që prandaj te këto skuadra tashti e kanë arrit nivelin e tyre, kanë rritë cilësinë e tyre sepse fillon ta kërkojnë atë futbollin e shpejt poshtë, nuk janë më një ekip për shembull, po marrim Katarin, me që unë preka po marrë një ekip që mbrojtë gjatë gjithë kohës, edhe u mundu që me atë kontrasulme apo po të shfrytzuar atë rastin shënoi, po një ekip që realisht dhe pse 2 herë ishte në dizavantazh, gjeti forcën edhe domethënë rrugën e dur për të shkuar drejt barazimit, patjetër duke pas një ekip të madh si Hollanda, një shtet të madh si Hollanda, nuk është e lehtë që ti ta barazosh 2 herë një skuadër si Hollanda. Një ndër sfidat më interesante ka qenë Brazil-Marok, e përfunduar në rezultatin 1-1. Pam një Marok që dominoi thuajse në pjesën e parë dhe më pas në pjesën e dytë ekipi Ancelotti rikuperoi disi. Nuk e di Enrico si e pat këtë sfidë, çfarë pat pozitive nga Brazili dhe negative. Po nga Brazili e vetëm një gjë që unë shoh pozitive është që nuk pësoi humbje. Pjesa tjetër ishte dështim. Kështu ishte edhe titulli i mediave braziliane në fakt. Gjëja më e mirë që morëm dje ishte që nuk pësuam humbje. Jo, me drejt. Mua më pëlqejnë media që kritikojnë, domethënë duhet të funksionojnë në këtë mënyrë, sepse Brazili më duk pak i plakur, nuk e di, Birja mund ta konfirmoj, më duk pak i plakur edhe në mes fush, pastaj sulmi nuk u lidh, po të shikosh në emra, një nga golashuesit më të mirë Premier Ligës Igor Thiago. Ken krah djathtë Rafinha, një ndër pretendentët e topit të artë, që këtu kuptojmë që topi i artë e ka humbur ndoshta ka humbur realisht rëndësinë e tij. Vinicius Junior prap një pretendent për topin e artë. Zbresi më poshtë, një mesfush me Guimaraes, një mesfush me Casemiro. Luka Paketa. Me Danilo Krau. Lukas Paketa. Pastaj te mbrojtja përveç dyshës mbrojtjes që prap ishte një zhgënjim. Meqë sepse Birja përmendë pak te Gjermania, kemi që kemi finalistin e Championship Kai Havertz me radhë. Kishim 2, një kampion e Europës dhe një finalist tek Brazili. Unë jem më ekspert absolutisht se mua. Jo, vetëm dua një mendim. Jo, këtu jam dakord. Çfarë nuk shkon tek Marquinhos, Gabriel, domethënë. Jam dakord kjo pjesa. Një lojtar si Saibari imposh në duel fizik, për mua imposh në duel shpejtësie dhe vetë i shënon mbrojtjes që për mua janë 2 lojtarët më të mirë të sezonit. Gabriel, i padiskutueshëm, bashkë me Saliban që kanë qenë tek Arsenali, Marquinhos që së bashku me William Pachon që mbrëm Soi Disfat, ishin tek lojtarët pra 2 kampion
dhe 2 nën kampion kanë luajtur në të ndeshme, por janë ndërthurur në një skuadër 2 prej tyre, pra si shpjegojmë në orët e fundit ka pasur edhe zhvillim nga Sejbari, sepse është shumë pranë transferimit të Bayernit. Unë jam kundër kësaj lëvizje. Unë jam kundër, nuk e shoh në nivelin për të shkuar tek Bayerni. Nuk mendoj tani me një sezon të mirë Ozal, sepse ndaj po futbolli po bëhet më i çuditshëm, vetëm mos e haro bira çka do të thoje. Nuk me një sezon kurse si apo me një ndeshje të mirë, me një gol që ti shënon Brazilit, kurse si ti nuk mund të vendosësh, le të themi, ose më njëherë të bësh një transfer. Shumë mirë botrori për këtë është. Por problemi është pastaj tek Bayerni, ne e dim sa probleme kanë. Nuk do të ndalen tek ajo skuadër, më vazhdon të na zhgënjej vit pas viti, kështu që nuk kam ndonjë koment në fakt për të. Ajo pjesa që do të prek pak atë që përmendi Enrico, ka ajo pjesa që unë mendoj problematika më e madhe edhe pse gjithë unë shikoj pak të kundër, të gjithë thonë që është një nga arritjet më të mëdha që Ancelotti ka shteti Federata Braziliane ka marrë Ancelotti në gjirin e vet. Unë mendoj që kjo ka qenë, mendoj unë, problematika më e madhe për një ekip që ka 22 vjet tani mos gaboj, Enrico do të më korrigjojë kjo pjesa, 24 që nuk fiton një kupë botë, dhe mendoj kjo i ka shtu presionin më të madh. Duke marrë një trajner kampion, ja ka shtu presionin që pa tjetër ky trajner do të nxjerrë kampion. Në fakt Ancelotti pas ndeshjes u shpreh që futbollistët kanë pasur presion të madh këtë sfidë. Problematika më e madhe në këtë ndeshje nga ajo që pash ishte e para, Maroku bëri gjën që do ta kishte bërë Brazili. E bëri Maroku dhe nuk e la në asnjë moment. Edhe momentin e parë që humbte topin, Maroku ishte shumë shpejt në presion, e merrte topin shumë shpejt, e verifikonte shumë shpejt. Kjo gjë që Brazili nuk e priti. Pastaj po të përfshihemi te emrat brenda që janë, me vërtet janë emra të gjithë, qoftë dhe sulmuesët, dhe ajo që dëgjova edhe nga një intervistë Ancelotti thoshte që kisha zgjedh lojtarët për momentin që ishte më mirë nga ana atletike, sepse duke parë një Marok që vrapo shumë, mundova që të fuçë lojtarët më atletikisht më mirë. Ajo që unë mendoj që don shumë tek Brazili është pjesa e sfushës. Unë nuk mendoj që nuk ka më një Kaká, nuk ka më një Ronaldinho, nuk ka më një lojtar që të marrë topin dhe të organizojë skuadrën për të krijuar hapësira, për të krijuar këto gjëra. Problemi është Casemiro apo lojtari tjetër i harrova emrin tash. Guimaraes nuk është ai, siç e them gjuhën sportive, ai 10-i i mirëfill, po janë lojtar 8-6 lojtarë që janë ekran, që mundohen më shumë bëjnë mbylljet, më shumë të japin këto pasat e shkurta e jo të krijojnë hapësirë, sepse ne me vërtet kemi Rafinhën, po Rafinha ke Barcelona ti e di shumë mirë që don hapësirë, don kohë, do top mas shpine, qoftë dhe Yamalin që e kanë të domethënë. Ky është problemi te Brazili që nuk e ka një 10 të mirëfill që ta organizojë këtë. Po 10 Lucas Paquetá kishte në nuk është në nivelin, një lojtar që lund te West Hami, që unë mendoj ke West Hami, a në Brazil tani nga okay, po një lojtar po ti marrësh me emra, që nga porta deri te sulmi ke lojtar që luajnë me ekipin pretendente në Europë. I vetmi lojtar që don aty është lojtar për ky Paquetá, domethënë që nuk e ka atë, unë mendoj se ka, duke qenë tifoz i Milanit, kam ndjekur para ke Milani, nuk e ka në këmbë të vet atë topin e fundit apo të krijuar ato fantazit që ne presim nga Brazili, po qoftë nga loja që më mësoi Ancelottin, që është një nga ato lojtarë që gjithmonë ka pas një organizator midfield, kudo që ka qenë, ka pas Pirlon, ka pas Kakan, ka pas Luka Modric, domethënë ka pas të lojtarë në skuadër që me filozofinë e vet që ka si trajner, një lojtar që mundohet. Kjo mendoj që është problematika më e madhe. Pastaj qoftë për emrat, nuk është e thonë me. Po në emrat përjashto 2-3 lojtarë se portieri titular. 2 mbrojtësit e qendrës, nuk po marr lojtarë që nuk janë top 5 liga, titular. Në mesfush Guimaraes titular. Casemiro u largua tani e mbylli nga Premier Liga titular. Po nuk është se bëri mirë Casemiro. Enrico, Casemiro. Jo, po flas jam Ancelotti, po justifikoj trajnerin në përzgjedhjet e tij. Nuk është se bëri mirë. Enrico gjithsesi ka mungesë cilësisht. Sepse Vinicius Junior ndoshta nuk është i mjaftueshëm që Brazili të shpërndajë. Po është lojtari më i mirë i këtij Brazili. Po prap e goli erdhi fal interpretimit individuale, e bëri një manovër shumë mirë, goditi portën, nuk i la hapësira as mbrojtjet as portierit, domethënë lojtarët e mëdhenj ne e themi në futbollin tonë. Rrin 90 minuta, mos bëj asnjë gjë. Aman, momentin e dur, shënon golin. Ai është lojtar në kuptimin me kualitet, lojtar i madh, se ti mund dalësh shumë herë para portës dhe nuk shënon. Ka edhe diçka, ekipi i madh këtë ka Rozal, se Brazili nuk luajti as pak në nivel, po e themi hapur të Marokut. Maroku bëri presion, e sulmoi shumë herë portën, e mbajti i larg kundërshtarin, provoi, por në fund një pikë mori secila. Pra, një Brazil që luan 10-15%, me një Marok shkruan 85%. Edhe prapë në fund del barazimi. Në fund me një barazim dhe
Dhe ne që të mos rikthehemi me këtë situatë që krijon ose me këtë format, Brazili ka kohë të rikuperojë, ndoshta edhe sikur po them të mposhtet, nuk e di nga Skocia, Haiti ja merr 3 pikë, një ka 4, 90% është i kualifikuar. Tani Skocia i ka prish punë, po ta shikosh sepse Skocia mori fitoren. Po mund provoj që me një barazim, sepse po e zem, po mori tani nuk e di me kë luaj Skocia këtë, mund të luaj po e marr një që mund të me Marokun, po ti marr një barazim Marokut. Po thuaj se e bëri sigurt kualifikimin sepse mund marrë dhe i barazim në fund edhe pastaj shkon. Po i shpëton të treja, i shpëton Haiti mendoj. Këtu dhe Gjermania është nga ky grupi patjetër mund dali treshja më e mirë sepse mund grumullojnë pikë sepse Haitit mund t'ia marrin pikët të gjitha dhe pastaj qoftë me barazim mes dy skuadrave, pastaj mund t'i bëjmë 4 pikë skuadra, kështu që nuk besoj në përvendet edhe pse kjo grupi i Kanadas që janë të 4 ekipet me 1 mund të ketë në një lloj zhvillimi. Çfarë llogari e bëjmë ne Birja? Rekordmenët e kompeticionit është si të mos kaloj do të Reali grupet në Champions. Flasim për formatin e mëparshëm. E kupton me 5 herë fitues botrori, ne diskutojmë a do e kalojnë dot Haitin, a do ta kalojnë dot Marokun, domethënë ne bëjmë llogarit në çfarë pikë është Brazili, ne bëjmë llogarit a mundet ky Brazil të kaloj Haitin, të kaloj Marokun, pastaj për të folur kur thot Rozalbi kush janë pretendentët, ta kalosh të Brazil nga nuk e di domethënë është skandaloze realisht se kush ka ta ndisuar skuadrën. Të vjen keq, unë nuk tifoz i Brazilit. Vetëm këtë ajo që unë thash në fillim, thash që ekipet kryesore duhet patjetër që të kenë ndeshje të vërteta. Po e marrim Brazili me Marokun ishin në vërtet një trajner të madh, atëherë nuk më le një asnjë shije të mirë, sepse duke qenë se ti ke Marokun përballë që ne të gjithë e kemi thonë që mund të jetë surpriza, pati mos harrojmë është kampione e Afrikës në fuqi, kështu që është një match shumë i tavolin se në futboll. Okej, po nëse është një match shumë i mirë i për treguar se çfarë niveli dhe deri ku mund të shkosh ti. Unë mendoj që Ancelotti ç'doi, patjetër, sepse një parentas që është bëj presion shumë e madh, duke marrë Ancelotin, ti ke krijuar presion edhe ekipit vet, sepse ke marrë një trajner që nuk parë zgënjen shumë me trofet, dhe kështu që i ke dhënë edhe lojtarëve impresion shumë lart. Unë mendoj që lojtarët nuk ka zgënjer tek Reali, sepse mjaftueshëm ka pasur ekipe që nuk ka bërë dhe Reali. Domethënë patjetër më sepse nuk mund të jetë gjithë kohës trajner kampion, po atë stabilitet më të madhe ka pas që është një trajner më të mirë, patjetër që mund të çet sepse ka çeduar edhe Evertonit, ka çeduar edhe nuk po e themi këtë. Bayerni përveç kampionatit. Jo, dhe unë jam i ide që Ancelotti mund ta bënte këtë skuadër. Të paktën duke parë se sa strikt është, se si arrin domethënë ishte i vetmi që gjithë gjela të Realit, se gjela janë dhe tek Reali, arriti ti bëj bashkë. Patjetër, mi se kjo pastaj këtu nuk është profesor, i thonë profesorin gjithë botën, këtu më punë ajo eksperjenca e tij pastaj si trajner. Po unë mendoj që nuk e ka ekipin e dur, edhe qoftë vetë si trajner nuk besoj se ka më energjinë e dur, qoftë për të bërë gjithë këto manovrat që ka bërë te Reali, që mund zbusi një lojtar, mund ta afrojë këtë lojtarin tjetër, mund të bëj këtë grupin që duhet bëj sepse po shikosh dhe mosha nuk ta lejon në kuptimin e asaj që të vjen një moment këtu shiko deri këtu do bëj këtë gjë që mendoj dhe kjo unë mendoj të gjithë presin që Brazili të jetë pretendente, por realisht unë mendoj që Brazili do ketë vështirë shumë pastaj futbolli kur nuk e dihet, po me futbollin mendoj mund të bllokohet në vim skuadra, e ka lusin. Një emër shumë interesant duket Pochettino i SBA-s, ka bërë një ndeshje shumë të mirë pasi ka fituar 4-1 kundër Paraguay. Është një trajner që ka një eksperiencë të jashtëzakonshme dhe nuk e di se çfarë mendimi keni për SBA-n, pasi është një nga dy ekipet që ka pasur fitoren më thellë. Po. Edhe kishve dhe Suedin 5-1 kundër Tunizisë. Po, bashkë me Gjermani. Jo, Pochettino e ka eksperiencën, nuk ka trofet, ka eksperiencën nuk e di si pe SBA-n në sfidën e parë. Kishte emër shumë interesant. E prisja Rozal, por jo një fitore aq thellë, realisht dhe një dominim absolut në 45 minutat e para, i lehtësoi gjërat për veten e vet, nuk besoj se ka ndonjë lloj ndikimi apo ndonjë lloj favorizimi edhe në gjykim, po të shikosh, se nëse do të kishte, atëherë do të kishin marrë të treja fitore, por Kanadaja nuk ja doli. SBA në 3 vendet organizatore e shoh si skuadrën që për mua në ndeshjen e parë bëri më mirë. Megjithse kam idenë që në tërësi është Meksika, flasim për organizatorët, është ajo skuadra që edhe për nga historia, edhe për nga arritjet në botror të ndryshëm, SBA i ka disa lojtarë shumë cilësor, ka një trajner shumë të mirë dhe për mua një trajner që realisht është modern atë çka bën gjithmonë me skuadrën e tij, siç është Mauricio Pochettino, tek Tottenham besoj ishte i vetmi që i mori maksimumin në çertfinalen e Champions League-s, aty poshtë ka eksperiencë, nëse s'gaboj duhet të jetë qendër pjesë e Paris Saint-Germain.
ka drejtuar disa skuadra, kështu që është tek emrat e dur. Edhe po të shikosh në para nisjen e kampionatit botror nuk ka bërë keq në ato ndeshje që provoi forcën miqësore. Sa dohet të ndryshojë sepse kam parë disa miqësore, veçanërisht me Bregun e Fildisht, një miqësor përfunduar 2-2 ku luajti një lojë spektakolare. Nuk e di ka dritë çfarë ke evidentuar nga ajo që më bëri përshtypje tek Amerika në këtë ndeshje. Unë mendoj që gjë pozitive ishte sepse unë përpara ndeshjes mendoja që do ishte realisht e vështirë sepse kishte një ekip si të Amerikës Latine që realisht janë fizikisht luajnë shumë mirë dhe ka bërë në kualifikues të Amerikës kanë bërë shumë mirë. Kështu që nuk më priste mendja që të shkote në atë ndeshje edhe me atë futbollin e zhvilluar. Unë mendoj që do ta kishte vështirësi patjetër, duke qenë se unë e kam menduar që në fillim që të tre ekipet organizative do ta kishin problem Enrico dhe këtë problemin e ndeshjeve të para sepse nuk kanë bërë eliminatore, nuk e kanë në kurriz atë presionin e kualifikuesit, po e kanë pas kualifikues sigurt dhe thjesht kanë bërë minësore, por nuk është njësoj si një ekip që shkon me kualifikim atë dhe një ekip që ka sigurt pjesëmarrjen. Kështu që kjo mendova unë që mund të krijon probleme edhe te Kanadaja kundra Bosnjës, prandaj kishte këtë problemin. Kurse Bosnja shkoi me thonjë deri atje në 90 pikë, domethënë mundi Italinë domethënë kështu që e kishte këtë eksperiencën e kualifikimit nga kompeticioni. Mendova që do ta kishte të vështirë, por bëri një futboll jashtëzakonisht shumë bukur dhe unë jam dakord që është një trajner modern në futbollin treguar. I ka dhe lojtarë që mund ta interpretojnë ndeshjen e futbollit që do Pochettino. Po ngjelet për të parë sepse unë mendoj që edhe goli i shpejt, autogoli i shpejt nuk e bëri Paraguayin që të bënte atë futbollin vet fizikisht shumë mirë, edhe të ishte një mbrojtje e fortë për Amerikën, por u shënua dhe goli i dytë, mendoj që aty pastaj nuk besoj se kishte më po vetëm fizikisht luajnë latinët, po shikosh ekipet amerikane ato kanë ndonjë lloj, po sepse është vërtet që nuk kanë këtë futboll modern, po fizikisht janë shumë fortë. Po shikoje Çekin kundra Koreas, një ekip që është fort fizikisht, e shënoi 2 herë, kishte mundësi për të shënuar edhe 2 tjera. Unë me mes shokëve thash që ndeshja shkoi 2-1 për Koren. U anullu goli, pati edhe 2 raste që portieri Koreas bëri 2 pritje spektakolare, mund të kthente ndeshja nga 2-1 3-2, domethënë në këtë aspekt ndonjëherë ana fizike të ndikon shumë në futbollin e sotëm, sepse ti me një goditje standarde, me një rivën ancore mund të shënosh gole dhe pastaj mund qëndrosh tek ajo gol. Gjë që do të kontrapozosh me Kanada'n. Kur vjen puna tek ballafaqimi me Europën që niveli taktikisht apo edhe teknikisht janë shumë lart, këtu has diferenca shumë të mëdha. Edhe është Bashkuara e Amerikës, kësaj ka një ekip që domethënë ne presim që të bëjë grupi harmonizuar dhe luajnë shumë mirë me to. Jo, nuk po presim që të bëhet çmendurier në këtë kompeticion, kështu që edhe ato pak a shumë ishin në një nivel si Paraguay. Ajo që mendoja unë, si e mendoja në fillim mendoja që do ishte një kockë fort për Amerikën sepse fizikisht janë shumë më lart se Shtetet Bashkuara dhe nuk mendoja që mund ta përballonte dot anën fizike të asaj. Po gjë që dora trajnerit të duket në ndeshje sepse me këtë futboll në shpejt është shumë vështirë. Ditën e sotme kemi 2 sfida shumë interesante. Kemi Spanjën që do zbres në fushë kundër ekipit të gjelbër dhe Belgjikën kundër Egjiptit. Kjo ul të nivelin tani të botrorit. Në bisedës së vet botrorit. Po mirë, që tham fillim. Po ne thamë Gjermani Curaçao është një nivel me mbas edhe më ke Cape Verde Spanjë apo jo. Po thjesht po. Tani, jo vetëm për një diçka. Kjo Curaçao pa lojtarë që luajnë në futbollin amerikan. Po thjesht se status të lojtar. Mbase mund të jetë pak. Ka lojtarë që kanë luajtur në elitë. Po, lojtarë që kanë luajtur në kampionatin amerikan, Cape Verde tani po forcohet. Tani Cape Verde nuk e di ku luajnë lojtarë. Lojtarë nga top 5 ligat nuk ka, paktën sipas asaj që kemi vënë re. Por prap nuk besoj se 1 apo 2 individ apo edhe 3 mund të bënin diferencën. Spanja është cilësuar si favoritja kryesore e botrorit. Nuk e di sa pajtohesh me këto bast apo 100%. Kur vjen puna tek Spanja, duhet të rrim shtrëmbët flasim drejt të skuadra më e mirë dhe skuadra pretendente. Është një Real Madrid në botror dhe në europian. Është pretendenti kryesor për të fituar në kontinentin e vjetër, pretendenti kryesor për të fituar Kupën e Botës. Pse? E tregoj në edicionin e fundit europian, Rozal, mos shkojmë fare larg. Eri si një skuadër, domethënë kur kam parë Luis de la Fuente që vinte nga moshat dhe merr ekipin e parë të Spanjës, edhe pse kishte fituar trofe, thash kjo Spanja që nga çmendur. Kur shoh që merr lojtarë si Dani Olmo, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino, e me radhë thash kjo skuadër do kaloj grupin dhe më pas vetëm do marr leksion nga të mëdhenj. Përveç atij episodit me Gjermaninë, gjithë pjesën tjetër ka qenë dominues dhe mendoj që prap
është në ato skuadrat me kokën ullur, për mua ka mes fushën në nivelin ndoshta edhe më të lartë se të Portugalisë, po të shikosh lojtarët që kanë mes fushë është një ekip i jashtëzakonshëm. Luis de la Fuente bëri një bas shumë të madh me veten duke mos marrë asnjë lojtar madrilen, asnjë lojtar të Realit, megjithatë Kostot është vetë trajneri që i merr përsipër, pasi kishte hapësira, por them që është pretendent kryesor. Nuk e di në nivel me Francën, por mendoj me gjithë pjesën tjetër është skuadra që mund të bëjë diferencën. Po të shikosh, unë e përmenda pak Mikel Oyarzabal, mes shumë myeve që ka Spanja, është lojtari titullar në formacionin e Luis de la Fuentes dhe gjithmonë është ai lojtari kyç që i jep kësaj skuadre fitore. Nëse zgaboj dhe edicionin në kampionatin evropian duhet të ketë shënuar në finale, nuk e di nëse ka qenë Oyarzabal. Ka përshtypjen se është e njëjta skemë siç kemi pasur me Fernando Torres apo me David Villa që kishin sulmues, ndoshta jo sulmues të parë si David Villa, por që arrinin konkretizonin aksione të rrezikshme. Një tip nënç fallc, ndoshta. Nënç fallc, po. Por që nuk e di, Rozan, mbase kur i shikon me emra ti thua Franca e para, thua Portugalia deri diku, pastaj shkon tek Argentina, shkon tek Brazili, por nuk e di, kjo Spanjë mua prap më tremb. Duket e frikshme për çdo. Pak gjasa ka që kjo lloj skuadre të dështoj mendoj. Po, mendoj që po Spanja është vërtet përpost saj që thajnë Enrico, që unë mendoj që pika kryesore është trajneri, një trajner që ka kap gjithë grup mosha dhe ja di shumë mirë rëndësinë punës së një ekipi kombëtar dhe jo një ekip që mund të si Spanjë, më shumë që të marrë Barcelona, ekip klub domethënë, po ja di shumë mirë rëndësinë, e di shumë mirë se kush është lojtari kryesor, kush lojtari bën punë, nuk ka rëndësi luan të Realit, Atletico Bilbao apo tek Real Sociedad. Mos gaboj, ai sulmues Real Sociedad që ishte në 2000 kur dolën në kampionë e Europës tash, ja rrova emrin sulmuesit. Një lojtar i vjetër shumë i Real Sociedad, kapiteni i ekipit, bëri shumë mirë në atë Spanjë. Në fakt Spanja ka pasur gjithmonë këtë pjesën që nuk ka futbollistët më të cilësor nga çdo ekip i mundshëm. Unë mendoj, ideja e trajnerit është lojtari që krijon më shumë mundësi, edhe lojtari që i bëjnë më shumë punë filozofisë që ka trajneri, se sa lojtarët me emra, se përmendën pak Brazilin, Shqipërinë, gjithë emrat që po thuajse më të mirë në treg, po nuk janë rezultativ për idetë që mund t'i bëjë trajneri, kurse trajneri edhe nuk e di sa e vërtet do ishte në këtë ndeshje, thoshte që as Yamal as Williams nuk do luanin, janë rikuperuar, por nuk do të pjesë. Nuk do luanin, kjo gjë, po të ndonte për shembull, që ishte Neymari 100% do fillonte, do bënte një histori e madhe pse nuk u aktivizua, pse nuk. Ke Spanja është më e rëndësishme idetë e trajnerit, shteti, se sa emrat dhe lojtarët që janë brenda. Mos harrojmë Spanja, për mendimin tim. Hiç Unai Simon, pa ai ka eksperiencën e jashtëzakonshme sepse ka bërë shumë mirë me Spanjën, po ka për mendimin tim ka 3 portierë më top në formë të botrorit. Si portierin e Barcelonës, si Raya, një nga portierët më të mirë të Premier Ligës dhe të UEFA Champions Ligës, kështu që edhe Simon me atë eksperiencën e vet, nuk e di kush do jetë titullar, po të tre janë në top formë që këtu, sepse duke qenë dhe vetë ish portier, të gjithë duket diferenca, ne themi gjithë që një skuadër e mirë dhe shëndetshme fillon nga porta, dhe unë mendoj që Spanja i ka të tre më të mirë, mendoj. Shpresoj shumë që mos çdojnë kuptimin asaj, mos ta ketë këtë presionin mbi kurriz që duke qenë kampion e Europës duhet patjetër të dalë dhe kampion bote, që të dalë nga futbolli i tij, po nuk mendoj qoftë sepse nuk ka ndryshuar dhe shumë në emra dhe në lojtarë që ka në përbërje. Enrico, për të bërë një krahasim me Francën, si është Spanjën me Francën? Çfarë ka Franca ndoshta më shumë, ka kualitetin dhe çfarë ka më pak? Ndoshta ka frymin e grupit që Franca mund të ketë të gjitha, po të flasim në emra, ka realisht, duke nisur nga porta, siç tha Birja, me Menjo, që prap në nivel aty nuk besoj se është më mirë se portret e Spanjës. Emra ka, unë mendoj e ka, por për mua nuk është kompakte si skuadër. Ka shumë të vështirë dhe kam bindjen që i vetmi, paktën ka treguar historia në dekadat e fundit që mund t'i bënte bashk, ose po themi edhe që pas 2006-ës ishte Didier Deschamps që arriti t'i bënte bashk ta yje për të sjellë një trofe të rëndësishëm në Francë. Dhe largimi i tij normalisht do të hap pastaj shumë punë edhe nëse do të afrohet Zinedine Zidane, që prap kam besimin që mund t'i bëj bashkë ta lojtar. Por është shumë e vështirë. Në një ekip pyesh, jo me do e mos do të marrësh rezultatin maksimal. Rozal, mjafton të shikosh sulmin, që ke lojtar si Mbappé, ke lojtar si Doué, Barcola, ke Olise, me radhë, Turami Interit, apo edhe futbollistë të tjerë, ke shumë të vështirë për të bërë gati një 11. Nëse ka një pikë ku mund të themi Franca e ka të sigurt,
unë them mbrojtja me Konate, me Saliba, ndoshta nga krahët me Theo Hernandez dhe për të parë pastaj krahun e djathtë megjithëse ka mjaftueshëm alternativa, apo edhe deri diku. Edhe mesfusha unë mendoj është kompetitive, por në mesfush kam iden Spanja është më lart. Për mua mesfusha është shumë më lart, por mbi të gjitha faktori që për mua anon mbi 50% është vetëm kompaktësia që ka skuadra, një trajner që arrin të nxjerrë maksimumin. Ne shohim Ferran Torres tek Barcelona, është tmerrsisht i kundërt nga ajo që shikon tek kombëtarja. Shikon Oyarzabal që unë realisht, domethënë kur e shikoj informacion them kjo është ndeshje e humbur, prandaj dua t'i them Birias që mungesa e Yamal dhe Nico Williams në këtë Spanjë, të këtij me këtë grup, me këtë trajner nuk ka fare ndikim. Më beson mund tuaj me Ferran Torres, mund tuaj me Olmo dhe mund të fitoj një trajner që mendon që nuk, për shembull, po domethënë këtë pyetje që bëj Nico, mendoj që problemi i madh i Francës është që nuk janë grup. Janë lojtarë për shembull, po të shikoj një nga gjestet e Mbappés që kërkonte shiritin e kapitenit, domethënë edhe kujt N'Golo Kanté, një nga simbolet dhe ikonat e këtij ekipi, gjë që ja ka marrë dhe fytyrët shumë mira trajneri. Domethënë, kjo gjë tregon egoizëm, kurse ke ekipi spanjoll, kjo gjë nuk është. Po thjesht janë më shumë grup. Në futboll ka dhe një filozofi tjetër botërore, se ti në botëror nuk mund pretendosh bësh një futboll jashtëzakonisht shumë bukur, ama mund të shkosh me rezultate, mund ta fitosh atë turneun dhe në fund fare nuk shikojnë futbollin e zhvilluar, po do shikojnë grumullimin e pikëve apo fitimin e kupës. Au ballafaqua në European, fal Biria. Au ballafaqua në European nëse zgaboj Franca me Spanjën dhe vetëm nga grupi nga Spanja arriti në poshtë të gjithë. Enrico, ne bëjmë analizat me ato çfarë kanë përbërje ekipet kombëtare. Patjetër tre ekipet më top form dhe që në letër ne mund t'i shënojmë janë Spanja, Franca, Portogalia, duke marrë të mirë futbollistët që kanë në organimin e tyre. Me futbollistët që ka Franca do të bëj 4 skuadra. Po shiko, në Franca mund të dalë një skuadër, për ezemp që mund ta çdojnë në ndeshje direkte dhe pastaj bien komplet pritshmërit. Po ajo çfarë pritet. Prandaj dhe ky futboll, ky botror me 48 ekipe e bën pak jo shumë kompetitiv këtë botror, sepse Franca, Spanja sa luan do të thoshë që e ka disi startin e ngadalë. Edhe kjo, domethënë ky është problemi më i madh, sepse po të kesh vetëm to skuadrat e forta aty të shikosh dhe futboll shumë bukur, të shikosh dhe skuadrat se sa rezultative do jenë, sepse e din shumë mirë që një ndeshje është dhe pastaj ti mund të ikë gjithë kompeticionin nga dorë. Ky është problemi më i madh dhe duhet të parë se sa do jetë rezultativ deri në këtë pikë. Për mendimin tim nuk ka qenë shumë rezultativ përveç Marokut dhe Brazilit dhe Hollandës me Japoninë, që ne pak futboll në kuptimin Brazil-Marok më shumë në aspektin e dy skuadrave që ishin të njëjtë nivel, në kuptimin po flasim, kurse për futboll treguar përveç Japonisë dhe Hollandës, ashtu që shikojmë futbollin, nuk kemi parë një futboll që di çfarë. Edhe Kanadaja me Bosnjën, Kanadaja ishte 9% të fushës të topit e kishte në zotrim dhe ishte në fushën e Bosnjës, po në fund fare shej gjithë edhe Enrico. Të dyja morën nga një pikë, kështu që në këtë aspekt unë mendoj që akoma nuk po shohim dot futboll realisht futboll botror siç mund ta. Dhe parë faza e grupeve nuk besoj se ta ofron diçka të tillë. Edhe si kundeshjet e tjera ne tham me një pikë kur skuadra ka fitore me një pikë pastaj është thuaj se i kualifikuar. Po prandaj ky është nuk e di ndalemi pak edhe te Argentina, besoni që mund ta përsërisë suksesin e vitit 2022 apo e ka të vështirë? Lionel Messi duket në perëndimin e karrierës, do të jetë botrori i fundit. Diçka më habit mua Rozal, para se niste kampionati botror i 2022-shit, të gjithë thanë që Argentina e fiton. Nuk besoja kur, domethënë, dhe kishte episodet dyshimta në fakt në kjo pra është. Unë e urrej, ore futbolli gjithmonë ka ndikim. Episodet dyshimta nuk kishte fare sepse po ta kishte shënuar ai atë minutën e 125. Do si po thotë që nuk ishte, o Biria, flasim pak drejt. Po, me një episod se unë kam dëgjuar edhe këtë që kishte episod. Po pra, ishte kamba Martinezit sepse nuk kishte çfarë bën. Mos ja sfumojmë. Po ne e dim fare mirë se çfarë ndodhi me Holandën. O Biria, të lutem. Nuk ishte favorizim. Jo favorizim, se s'mund të favorizosh në këtë pikë. Si e favorizoj? Si e shpjegon ti? Unë jam gjithmonë mosbesues në jetë dhe në futboll, si ma shpjegon që pa nisur kampionati botror Argentina fiton trofeun. Pse nuk po dëgjon një emër ti tani që po thënë dy emra. Në gjithë botën janë dy emra, Spanjë, Francë janë dy emra. Po jo dy, është edhe një emër tjetër, është Portugalia e Ronaldos.
Po jo. Janë dy emra që neve bëjmë frekim. Ne shohim se tifozë Argentinës na e thonë që tani që dhe unë do të hiqem. Tifozë anglisë pra të punë. Okej, atëherë mos bëjmë sikur nuk e dim si ka funksionuar. Është e çuditshme. Unë nuk I besoj shumë këtyre teorive që se e kam dëgjuar shpesh, jo po shiko se ka pas favorizimin. Domthon, unë e vetmja gjë që mua harrozon gjithë është pritja e fundit e Martinezit që ai po ta shënuar çfarë. Po se si të shtyn deri në finale aty do e bësh punën vetë. Ja, nuk është në këtë pikë ti. Tani ti shkon deri në finale, tani ai nëse pa e marr. Jo, vetëm një sekondë unik. Nëse do ta marrim si të mirë çem, që ju sapo thoni, ai që ta garanton këtë, ta çon deri në fund, se nuk do të thotë se nuk është favorizim, me thon do të çojë deri në finale, në finale bëj ti çfarë duash pastaj se po hyj pastaj në muhabetet e kafes në Shqipëri. Po realisht mendojnë që ai është 100% Argentina dominuese në çdo aspekt. O të thash ishte vinte një Holand, as pak favorite. Dhe ja vështirësoi totalisht punën, po të shikoj episod pas episode vendime gjyqtari ka thonë atë verdh. Ose 8 ndeshje, në mesazh kompeticioni nuk mund të bësh në një të nivel. Ashtu si po nëse po Spanja kundër Gjermanisë favorizua në kampionatin evropian. Nëse prekja topit me dorë e spanjollit. Kukureja, atë po them. Do kthyen penallti. A do rrezonte komplet gjithë ajo që ti sapo analizove që Spanja bëri shumë mirë deri në atë pikë dhe përveç Spanjës, po dhe Argentina, s'mund ta gjykosh vetëm për ndeshje kundër Holandës. Pra ka ndikim këto dy episode. Spanja kishte ndikim. Favorizim 100% në atë ndeshje. Në atë ndeshje, po tani tani dore hapur këtu. Topi që shkon te drejtë rrjetës, vetëm për një ignorant të futbollit si ai të arbitri asaj ndeshje. Analizojnë gjithë skuadra Argentinë apo Spanjës, qoftë për një ndeshje, një favorizim që mund të bëjë. Po, një ndeshje të jep trofeu, një ndeshje të eliminon. Sepse trofeu ja dhan këmbët Argentinës, ja dha këmbë Martinezit, golet e shënuar me penallti, domethënë gjithsesi kishte polemikë. Po tani shikon në futboll ka gjithkohës polemika, se nuk mund ngelin pa polemika fut. Edhe sjellja Messit pas ndeshjes me radhë, asnjë lloj. Interpretimi I Spanjës, e arbitrit kundër Spanjës tha ishte dora e pavullnetshme, ishte të njëjtën në një nivel, doli pastaj të nesme, tha jo, shikoj, kjo ishte penallti, domethënë. Po ka 10 minuta atje di shumë që s'ka më pastaj të dalin edhe sikur të qajnë aty apo ku diun të thonë që gabuan. Unë jam kundra kësaj sepse thjesht a mendoni që mund të ketë një debat me Enrikon, po unë jam kundra. Një gjashmëri ndoshta edhe me Portugalinë e sotme. Është për folur shumë se Portugalia ka shansin ideal për ta fituar Kupën e Botës. Portugalia ka lojtar më në formë, mendoj, luajnë më tepër, janë më të shumtë ata që luajnë top 5 ligat, aty ku luhet futboll dhe jo ku i ka gjysmë amator. Realisht në përballje direkte nuk mund të themi se kush fiton, por që në nivel është më lart. Rozal, pastaj janë faktorë të tjerë që ndikojnë, e kemi thënë trajneri e shumë tjerë që për së vërtetës Lionel Scaloni Argentinës vetëm për le të themi eksperiencën dhe për vitet që kanë mbi këtë skuadër, që prej marrjes saj me trofeun e fituar ka arritur ta konsolidojë ashtu si Luis de la Fuente, por unë e shikoj Portugalin shumë më mirë. Nuk e di çfarë mendon Kadriu, se duket se që ka dhe një lloj mbështetësi mbase Lionel Messit, nuk ka asgjë të keqe. Bota është ndarë në dy emra, Messi dhe Ronaldo, duket se ti anoke nga e majta, por që në këtë rast të ketë mendim të kundërt për Ronaldo. Jo, unë nuk e di pse nxori Messi nga e majta. E nuk e nxori nga e djatha për shkak. Jo, ajo që do të thoja është që te Portugalia, dalë Portugalia. Shumë e vërtet, Portugalia për mendimin tim ka mesfushë më të mirë në këtë botror, janë lojtarë. Vitinha, Joao Neves. Janë lojtarë më të mirë për mendimin tim, domethënë nuk di këtë vesh, ku t'ja vesh emrin dhe kujt jo. Unë mendoj që pika më e dobët është Porta. Sepse ka një portier që luan në kampionatin portugez, nuk e di sa shumë do ta ndihmoj kjo, edhe pse në kampionatin evropian bëri një aman po çdoi dhe jashtëzakonisht shumë, po fati I tij pastaj që ato 2-3 raste që unë kam kokën time I kompensoj. Domethënë këtë do të shikojon. Portugalin në një ndeshje të vërtet me një portier që nuk e ka eksperiencën këtyre emrave që përmendëm më lart. Ekipet pretendentëve që neve I përmendim që kanë, sepse morën Francën, por kanë një portier që luan në Serie A dhe patjetër presioni më I madh, tifozëria më e madhe, këtë gjë. Spanja diskutuam, Gjermania për mendimin tim ka portierin më të mirë të historisë, një ndër 3 portierë më të mirë të historisë. Argentina ka portierin që është për këtë kompeticion, domethënë ka fituar trofeë. Te shikoj pak probleme unë tek Portugalia, ama në cilësi futbollistash, në cilësi lojtarësh, është jashtëzakonisht shumë mirë dhe pastaj ngelet për të parë dhe sa do punojnë si skuadër
për skuadrën apo si skuadrë për Ronaldon. Kjo ngelet për të parë, edhe pse një deklaratë e Ronaldos nuk më pëlqeu shumë, edhe pse unë mendoj që mos fitimi i kësaj gjës do ta sfumoj fitimin e Messit nga e djatha dhe jo nga e majta që përmendje Enrico, kështu që unë mendoj që duhet parë se si do interpretoj futbollin Portugalia, duke qenë se edhe për mendimin tim Ronaldo luan një kampionat gjysmë profesionist po ta quajmë. Po është golashënuesi më i mirë, është futbollisti që është në kuotën afro 1000 gola në karrierë dhe mendoj që kjo çështja që luan Portugalia për Ronaldo, se këto teorit tipike shqiptare të marra nga lokale të ndryshme bastegjin që po luajti Ronaldo këta do humbasin, po luajti Cristiano Ronaldo këta nuk kalojnë kështu. Është lojtari kryesor birja i kësaj skuadre. Duhet me patjetër të jetë aty. Në stol, në fush, më i miri është. Në kryesor kampionatin evropian nga Stoli. Ishte ulur këtu me mua, me ty, me Rozardin dhe i dha atij zotris kampionatin evropian 2016. Jo, ka gjë se ti nuk dallon fare që tifozi Ronaldo. Se si mund të japi Ronaldo nga Stoli golin e shënoi me gjithë meritën e vet sulmuesi. Ronaldo thjesht po jo se shiko, edhe po ti që ti pozicionon Ronaldo, s'ke Stoli, kishe bërë ato veprime mund ta qunim ose ti ose mua. Do të thënë ti nuk e vlerëson fare atë. Është edhe model vizimi, do të thotë që është model vizimi. Unë nuk po sfumoj Ronaldo. U për mendimin tim, edhe motivonte çdo lojtar që vjen. Enrico, ti tani duhet bish dakord. Motivoj edhe një futbollist i duhet bish dakord me këtë që nuk është më Ronaldo apo Messi që s'kan qenë. Tani ne po pretendojmë një ekip si Portugalia që dy krahët i ka motora, i ka të shpejt, jashtëzakonisht shumë shpejt, ka një mesfush jashtëzakonisht. Tani Ronaldo dhe Messi prandaj kanë shkuar në për këto kampionate. Se merr Ronaldo tani, merr edhe Messi tani, çohet tek ekipe më pretendente, nuk ta bëj dot më futboll sepse janë nga 41 vjeç. Sido që të shkojë, le të dalin këto teoritë, jo po është në formë, jo po nuk ka pozë. Nuk është Europa në atë kulmin e ekipet e mëdha europiane që nuk i krijon Ronaldo merr 13 topave të artë. Po, nuk e kanë më cilësinë që kanë pas në moshën që kanë qenë 30 vjeçare, këtë po të them. Sido që ti të kesh apo unë të jemi tifoz për Ronaldo apo për Messi, nuk e kanë më atë cilësi, ta garantoj unë. 34 vjeç e fitoi botrorin. Sa është 38, 39? Është ndryshe 34 me 41 që është Ronaldo, është ndryshimi mas 7 vjet, se 7 vjet janë po të mund të jenë 200 ndeshje kurriz. Gjithsesi edhe unë si Enrico shikoj që nuk do të jetë Ronaldo një pengesë për jo pengesë, po them pengesë. Po Ronaldo nuk mund ta interpretojë më futbollin që ka interpretuar Ronaldo në kohën e vet, as Messi. Messi ka një gjë tjetër. Duhet ta pranojmë që edhe Messi nuk ishte më i mirë. Po Messi nuk ishte më i miri i botrorit fundit. Po shiko pak diferenca e Messi dhe Ronaldos. Messi është ai 10-i, nuk është sulmuesi kryesor, pyka siç është. Nga pyka pritet gjithkohës çnohet goli si Harry Kane, që ke Anglia, që është lojtari kryesor që do të çonojë gole gjithkohës. Kjo aspekt e ka mund. Messi ka cilësi të tjera, është ai lojtari që edhe qoftë t'japi pas, do i improvizohet, do bëhet shikosh çfarë bëri Messi. Nga Ronaldo nuk pritet ai pasi, pritet goli. Ky është problemi që duhet shikojnë në këtë. Fakt, të bëj një pyetje të thjeshtë. Je ti në vendin e trajnerit, nëse s'gaboj Martinez ka Portugalia, më korrigjoni. Roberto Martinez nga Tirana. Po t'jap vetëm nga flokët. Të kanë bërë 10 lojtarë kanë vënun. Po. Ti do ta luaje vet Ronaldo 9 apo do të luaje një si Gonzalo Ramos që hajde ta mbledhim gjithë sezonin, ka fituar trofe. Jo pra, me atë që gjithë sezonin i ka apo nuk i ka. Jam dakord këtu, jam dakord se me alternativën që ka Ronaldo Gomez, nuk është se kanë ai që ti të bën të thosh po lën ai lojtar me peshën stoj, po lën fund fare një alternativë Parisi. Jam dakord që është alternativa më e mirë për këtë skuadër. Patjetër, unë nuk po them këtë, unë po them se nuk ma kuptove, nuk po them që Ronaldo nuk e meriton ndrymën, jo patjetër sepse është një nga lojtarët më të mirë në botë. Po themi sa do jetë, domethënë Ronaldo do i përshtatet skuadrës apo skuadra do i përshtatet Ronaldos. Kjo është edhe nëse Ronaldo pastaj do ta uli gjithë këtë pjesën e individuale të vetes, do të përshtatet skuadrës, patjetër që do bëjë mirë. Këtë po themi. Unë nuk po them që Ronaldo nuk e meriton të luajë sepse i bie pasaj që s'kan parë kur futboll apo s'kan luajtur. Se ti ku e keni parë këtë ju, se po duket mua sikur janë fan si Ronaldos 0, por mënyra, nuk e di ku e keni parë këtë që ishin ka përshtatur skuadra Ronaldos kur në ligën e kombeve. Në fundit e pe. A e pe në Europianën e fundit, që një nga ndeshjet, jo në Europianën e fundit, mos gaboj
botrorin e fundit, që pati probleme edhe me trajnerin, që nuk pa në televizionte trajneri. Po gjithsesi ka pasur, nuk ka qenë kjo skuadër. Po 2022 që ka qenë akoma më i ri, ne po kemi një gjë në Santari, po ka qenë trajner Santos, po që pati problemi që nesër tjetër nuk e futi, domethënë kjo pjesa sepse duke pas të egon personale, që mendojnë që do sepse kush do të jetë sidomos në këtë nivel që janë ato dy do ta ai njëri e ka fituar, tjetër patjetër do ta fitojë të kumbën e botës, kështu që këtë po them, nëse Ronaldo do ta unë të egoizmin për tu përshtat, po patjetër që është motivim sepse me atë futbollin të ndalemi pak edhe së fundmit e Anglia, nuk e di këtë herë do ketë it's coming home apo duket e vështirë. It's not coming home si gjithmonë. Enrico nuk beson. Jo, nuk e di, Thomas Tuchel më jep besim. Është i trajner shumë. Më jep besim për mënyrën se si i ka vlerësuar ekipet e vogla dhe ekipet e mëdha po njësoj. Po të shikoje, domethënë, kemi një Angli pragmatiste. Mjafton të kthejmë memorien pak javë pas, vinte luante në Shqipëri, arrinte të mposhte 2-0 Shqipërinë dhe me një rezultat mund të mposhte 2-0 po një skuadër të një niveli. Fati i mirë i tyre ishte që në kualifikuese hasën skuadra të një niveli nën mesatar. Tani kemi realist, duke nisur nga Shqipëria e me radhë dhe u kualifikuar me pikë plota pa pasuar gole e me radhë. Këtu tani është mendoj jemi në ato në pikën që kjo Angli gjithmonë e ka pasur problem. Jemi në hapin e fundit, aty ku duhet që të mposh skuadra si Franca, skuadra po themi si pasi do të jetë rrugtimi është tjetër gjë, po emrat më të mëdhenj. Për mua i ka, domethënë ka një lider që shumë herë anglezi ka munguar dhe për mua është Harry Kane, i pa diskutueshëm dhe ndoshta pretendenti kryesor për topin e artë, ka një trajner realisht me dorë të hekurt, më kujtohet këtu se si nuk grumbulloi në një prej ndeshjeve Jude Bellingham dhe pavarësisht opinionit asnjë gjë nuk ndryshoi dhe ai u ktheu me rezultat, duke u treguar që po ky lojtar nuk erdhi, por skuadra arriti të marrë rezultat. Janë natyrisht lojtar me shumë minuta në kampionatin anglez. Vin nga kampionat shumë ngarkuar, fakt kjo është edhe problematika kryesore e Anglisë. Problemi më i madh për mua është porta, Jordan Pickford, që realisht kam idenë që është në disnivel. Te porta mos e ndalen Enrico se e kemi specialistë. Jo, për mua ajo është pika më e dobët, pastaj po shikosh repartin ofensiv mes fushën e me radh, ka edhe aty lojtar mbi vlerësuar, Bellingham, Declan Rice, këtu do ta tregojmë veten. Declan Rice që cilësohet lojtar dhe me të drejtë ish futbollist legjenda deklaronin që i meriton 150 milionë euro vlerë, Jagu e ka fushën, këtu duhet ta tregoj. Unë mendoj që gjëja më e mirë që është Anglia që mendoj që mund të bëjë mirë është trajneri. Realisht një trajner gjerman që domethënë Anglisë realisht do të një trajner si Tuchel, mendoj që përveç kësaj të kalon Cole Palmer që s'e ka grumbulluar. Mund 2-3 emra tjetër një diskuton. Nuk e di dhe Foden duket që ka lënë jashtë. Domethënë ka lënë disa emra, gjë që këtu tregon seriozitet dhe tregon që ai aty ka shkuar për ta vlerësuar maksimum dhe siç e thamë edhe për Spanjën, ka marrë lojtarët që interpretojnë më mirë futbollin që ai kërkon. Domethënë kjo është gjë që ai do. Unë jam shumë dakord me këtë pjesën, domethënë Anglia nuk e di u bë vite që sepse çoftë vetë kampionati anglez ka shumë portierë të huaj, nuk ka portierat me fitë dhe portieria e Anglisë luan me një skuadër, unë mendoj jo një niveli të lartë si Everton, një skuadër mesatare mendoj. Kështu që ky është problemi më i madh, pse me të drejtë nuk është se ka çeduar shumë. Domethënë nuk është se ka pas një punë zakonisht shumë të madhe portieri anglisë që mendojmë që mund të po në ndeshje decisive patjetër pastaj eksperjenca këto gjëra ndikojnë. Ngjelet vetëm për të parë, dua shumë ta shikoj të Anglinë se jam një tifoz i skuadrës angleze, më ngroh dora e trajnerit dhe mënyra se si ka shkuar deri këtu, me seriozitetin që ka shkuar deri këtu, duke qenë në natyrë gjermane patjetër që nuk besoj se do jenë këto problematike që mund të jenë për skuadra të tjera që do luhet me emra, nuk besoj se do ketë emra, aty besoj do luhet kush e meriton në kuptimin e asaj çfarë interpreton në fushën e blerë, kështu që mendoj mund të jetë një kockë fort Anglia se si emër patjetër emër i madh, po nuk është se ka bërë mirë kohët e fundit, po mendoj që mund të ketë ardhur kjo pika që tani jo për të fituar botrorin, po mund të jetë një alternativë shumë e mirë për të shkuar drejt asaj titullit të në finale kanë qenë ata të europianit. Ideja është po sfumohen të gjitha. Po themi me një Angli që asnjë nuk e ka vënë në
top 3 apo top 4 më të mirë edhe me të drejtë sepse duke parë dhe është edhe pjesa kualifikuese që ka pas ekipe nën mesatare vërtet si në Shqipëria, Serbia, kështu që Lituania. Domethënë po ama eshëm grovi që i dha seritet të gjitha neshëve. Nuk çdoi, kjo është gjë e mirë sepse tregon një skuadër që në fundit dora trajnerit bën punë dhe ti sado që je i kualifikuar do ta shfrytëzosh këtë ndeshje dhe kjo gjë mund të ndihmojë skuadrën që mund të edhe pas edhe me entuziazmin, qoftë me fitoret, qoftë se mund të arrijnë fitoret sepse nuk po flasim për grupet. Nëse po flasim kur pastaj kur shkojë te faza finale. Po kutrit koeficienti i vështirësisë. Këtu pastaj do të shikuar këto ekipe që ne pretendojmë që do bëjnë mirë dhe mund të jenë mirë. Enrico, Kadri ju falenderoj shumë për këtë bisedë shumë të këndshme që bëm së bashku, analizuam skuadrat më të mira që kanë luajtur dhe ato që do luajnë. Të nderuar miq, ju pres në emisionet e tjera për të analizuar dhe këto, do të thoja, këto probleme që kanë skuadrat e mëdha apo edhe rezultatet që do të arrijnë në ditën e vijim.